Ju përshëndes nderuar miq, ndodhem në qytetin e Fushkrujës, në stadiumin Redi Maloku, stadiumi i Ilirisë. Ditën e djeshme, siç ju e dini, këtu ishte parashikuar që të luajë ndeshja për llogarit kategorisë parë ndërmjet Ilirisë dhe ekipit Skënderbeut, një ndeshje që faktikisht u anullua. Të shumt kanë qenë zërat, faktikisht qëllimi i kësaj video është jo për të mbajtur krah, por për të kërkuar të vërtetën. Unë kam telefonuar disa njerëz cilët janë aktorë të futbollit të Fushkrujës, lojtar, po edhe tifozërin, po nga ana tjetër kam kontaktuar dhe njerëz nga Korça. Ndërkohë i kam shkruar dhe Federatës Shqiptare të Futbollit për të mbajtur pamshmëri dhe për të vendosur drejtësi për ngjarjen e djeshme. Dita djeshme e ka trazuar faktikisht qytetin e Fushkrujës, e cila është vënë dhe një herë tjetër në qendër të kritikave, a thua se këtu vriten njerëz, priten njerëz, rrihen njerëz etj, duke stigmatizuar një qytet të tërë. Fakt nuk është i gjithë qyteti i tillë dhe duhet mbaj qëndrime të sakta në raport me ngjarjen që ka ndodhur ditën e djeshme. Sipas burimeve thuhet që këtu është ushtruar dhunë ndërmjet lojtarëve. Unë nuk jam gjendje ta ndaj këtë gjë, prandaj i kërkoj Federatës Shqiptare të Futbollit që të mbajë një qëndrim të saktë në raport me shqyrtimin e kësaj çështje. Presidenti i ekipit Iliria ka dhënë sqarimet përkatëse në media, por nga ana tjetër unë dua që ekipi Iliria të marrë drejtësi, të jetë federata ajo që do e vendosë sigurisht, por me objektivitet. Dua që qyteti Fushkrujës të mos stigmatizohet, sepse i gjithë opinioni futboldashës ditën e djeshme ka qenë në shkallët e stadiumit për të pritur ndeshjen me interes dhe për ta parë, ndërkohë që është njoftuar nga i dërguari i federatës që këtu nuk do të luhet futboll. Sigurisht që ekipi Skënderbeut ka pasur akses duke bërë telefonata në nivelet larta të shtetit shqiptar, ndërkohë që fillimisht federata kishte vendosur që ndeshja të luajë, është thënë nga klubi i futbollit Skënderbeut që këtu po ushtrohet presion psikologjik dhe lojtarët nuk janë në gjendje ta zhvillojnë ndeshjen. Po ka pasur një sherr, me sa ka marrur informacion, por nuk e di se deri ku ka shkuar. Është thënë që është goditur trajneri i ekipit Skënderbeut, zoti Ernest Gjoka, ndërkohë që nga mediat mësoj që ai nuk është goditur dhe ka mbajtur qëndrime publike. Gjithsesi, po ju them edhe një herë tjetër që i gjithë qëllimi i videos është për të zbardhur të vërtetën, për të treguar që futbolldarësit e Fushkrujës janë me ekipin e zemrës dhe do ta mbështesin atë, dhe sigurisht që ne i dënojmë aktet e dhunës dhe jemi kundër dhunës në futbollin e Fushkrujës dhe futbollin shqiptar në tërësi. Prandaj zgjodha që ta bëj këtë video pikërisht në ambientet e jashtme të stadiumit për të parë edhe mënyrën se si është transformuar stadiumi tani. Atje janë shkallët që ndiqet ekipi i futbollit, ku ditën e djeshme, sipas informacioneve që kam unë, kanë qenë plot. Unë nuk kam qenë dje në Fushkrujë sepse kam pasur aktivitete të tjera, po kur i kam ndjekur ekipin e futbollit, e kam parë me vëmendje se si kanë shkuar ngjarjet dhe si zhvillohet një ndeshje këtu. Kam parë disa ndeshje. Edhe herë tjetër, me anë të kësaj video do t'i kërkoja Federatës Shqiptare të Futbollit vetëm një fjalë: drejtësi.